Përshëndetje nga kuzhina e Nirit, sot kam vendosur përgatit një çorë për ndryshe, një gjellë me mish të bluar të viçit ose të lopës, e kom bë kështu rrumbullaka këto format e vogla, veç mishin pra ç'sh është me dhjam, asgjë tjetër për me mesa si kom qit, kështu pra gjys kilogramin në vetet me mish të viçit ose të lopës, 800 ml me ujë të ftoftë, pra shifni 800 ml me ujë të ftoftë, një lugë të mesme me magdanoz të tjerë, një lugë të mesme me biber të kuq, gjys lugë të çajit biber të zi, një lugë të gjellës plot me hudhër të bluar, një lugë të gjellës me vegep, 3 lugë të gjellës me mill misri, 200 gram pra me shlagzane për ndryshe me ojk, edhe vaj që kemi qit në tenxhere. Tash bismillah fillojna me përgatitjen e nxejna vajin mirë. Pasi që vaj është nxehur, tash i marrim ta rrumbullakat me mish të viçit ose të lopës, edhe i qesim ta në tenxhere, tek vaj i nxehur. I ka vërdisën për 3-4 minuta. Derisa t'jem ka vërdisë, tash tek uji hedhëm 200 gram shlagzane të ndryshme ojk. Shtojna millin e misrit, pra mill të hudhës. Përzina me të hudhës. Pasi që të përzi millin, tash të marrë në mesat që komponenteve, edhe këto i përzina me të hudhës gjitha. Një gjellë super e shpejt, e shishme, shumë e shishme që janë dhejnë. Ta, provoni për të kemi dhe që kanë përgatit. I kemi përzite gjitha edhe i bismillah i hedhën tek mishi. Pra rrumbullaka që i kemi përgatit me mish. Përzina gjitha. Pasi që i kemi përzi mirë, tash e lojna një 10 minuta që të zihet, edhe gjella është gati. Edhe gjella është gati, duket kështu super e shishme, super e shpejt përgatitje, veç aroma e hudhrës ju knoq, edhe plot vitamina, hudhra, antibiotik natyral, mundeni edhe thelbit hudhrës kështu të grim, qysh doni ju. Kam ju knoq nëse provoni se s'keni mendru asnjëherë këtë recetë. Ju përshëndes juve përzemërsisht. Ju falenderoj për çdo pëlqim të recetave të mia. Faleminderit për përkrahjen që ma bëni. Komentet e bukura e deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nirit, ju them, miru pofshim.